Një vajzë në mesin e punonjësve që autoritetet gjetën të hënën në mbrëmje në call centrin e zbuluar në godinën vetëm 100 metra larg qendrës së Tiranës, në hyrje të rrugës së Kavajës, vendosi të flasë. Ajo u tregoi jetuesve të gjithë skemën, si gjendeshin kontaktet e personave të huaj që mashtroheshin, rolet e gjithë secilit dhe më kryesorin, personin që qëndron në krye të këtij rrjeti mashtrues, që deri më tani, sipas denoncimeve, mendohet duke të zhvatur qytetarëve evropian 50 milion euro. Vajza e çoi grupin hetimor në zyrën e bosit të saj, Granit Pepnika, zyra e të cilit ndodhej në call center. Grupi hetimor sekuestroi në zyrë kompjuterin e Pepnikës me origjinë nga Tropoja. Ky emër ishte i ri për autoritetet, megjithatë me provat e mbledhura pritet të lëshohet urdhër arresti ndaj tij dhe ka dyshime se nuk ndodhet në Shqipëri. Por të tjerë persona të përfshirë në këtë rrjet ishin zbuluar me prova gjatë hetimeve 2 vjeçare që prokuroria e Tiranës, Rovena Zoto, kishte nisur në bashkëpunim me policinë dhe me partnerët austriak, shtet që sinjalizoi i pari pas denoncimeve të shumta të qytetarëve të saj të mashtruar nga call center në Tiranë. Përmes gjyrmimit të IP-ve fundore, pra se kush i përdorte ato, u gjetën prova për përfshirjen e të paktën 9 personave, ndaj të cilëve me kërkesë të prokurorisë u caktuan masa sigurie nga gjykata e Tiranës. Policia ekzekutoi 6 prej masave, ndërsa 3 u shpallën në kërkim. Njëkohësisht u ndërhye edhe në 2 call center të tjerë pranë kopshtit zoologjik në Tiranë, të vendosura në katet e para të bizneseve në një pallat. Edhe aty kur ekipi ndërhyri të hënën në mbrëmje u gjetën punonjës, edhe pse në numër të vogël. Salla plot me kompjutera, të cilët u sekuestruan bashkë me telefonat e operatorëve. Në ambientet e call center, lista klientësh të mashtruar, emrat e punonjësve dhe shumat që ata kishin arritur të vidhnin të huajve me mashtrim. Dhe një thesar për autoritetet, lista me adresat e call center të tjerë të shpërndarë në kryeqytet. Shifrat marramendëse që punonjësit arrinin të merrin të huajve përmes mashtrimit nga llogaritë e tyre bankare për të humbur gjurmët, përfundonin në portofole digjitale kriptovalutash. Për t'i pasur kesh, burime nga grupi hetimor thonë se u shërbente një exchange në Tiranë, punë të cilën burimet thanë se e kishin marrë përsipër Mateo Hoxha dhe Tedi Agastra. Qëllimi i mashtruesve në këto 3 call center të zbuluar nga prokuroria ishte të piketonin qytetar evropian, të cilët i kishin humbur parat në skema të tilla. Operatorët premtonin se mund t'i rikuperonin parat. Veç se për ta bërë këtë do duheshin pagesa nga 1.000 euro, por gjatë procesit mashtruesit kërkonin edhe shumë të tjera parash. Hetuesit dyshojnë se pas të 3 këtyre call centerave të goditur, por edhe të tjerave të përhapura në Tiranë, fshihet një emër, Tropojani Granit Pepnika. Përveç 9 masave me vendim gjykate kur autoritetet ndërhyjnë në këto call centera, gjetën në to edhe 5 persona në rolin e drejtuesve të ekipeve të cilët u arrestuan në flagrancë. 10 punëtorë të kapur në flagrancë, të cilët u morën në pyetje të arrestuar si e për të tyre administrator, IT, financier e mirëmbajtës interneti, 443 kompjutera, 238 telefon celular e DVD të sekuestruara me gjas dëshmojnë se ky operacion nuk është dekonspiruar, pavarësisht se koka e rrjetit ja hodhi. Të gjithë u gjetën të papërgatitur. Gati 900.000 euro kesh u gjetën në ambientet e call centerave. Jo rastësisht kjo goditje. Burime thonë për Report Televizion se ndërhyrja e parë në këto call centera është bërë nga prokuroria e Tiranës Rovena Zoto, 11 austriak dhe 4 OPG të drejtorisë së përgjithshme të policisë, të cilët janë njoftuar në moment të fundit nga prokuroria, pa ditur as vendin dhe as subjektet. Mëtej, kur operatorët dhe provat janë gjetur në sallë, është kërkuar ndihma e forcave shtesë të policisë.